Profesor Livedaja tha një miqësore luksi, vërtet për të pat një intensitet, një ndeshje kontrolluese për Shkëndijën Gjenerale, por tamam në momentet krijoja e përshtypja një ndeshje kampionale. Si pe këtë takim? Patjetër miqësore luksi, pajtohem me konstatimin e profesorit Daja. Mendoj që ishte përveç luksi, ishte edhe një miqësore vllazërore me një skuadër shumë kualitative, dhe normalisht edhe cilësia e trajnerit nuk as i diskutohet, ne jemi miq dhe ishte shumë e rëndësishme që të takohemi fillimisht, bisedojmë edhe pastaj edhe ndeshjet jetë cilësore. E rëndësishme është që as i futbollist nuk u dëmtuar gjatë ndeshjes dhe pozitive si kontroll edhe si intensitete si çdo tjetër. Një javë deri në takimin me New Saints, ndeshjen e parë në transfert në Wales, kjo Shkëndijë që pes sot, të jep përshtypjen që po jemi gati për t'ju futur luftës sepse kemi ambicie në Europë. Patjetër, do të besojmë shumë. Ne kemi disa futbollistë të cilët janë me pengesat vogla, siç është kapiteni Besari Ibrahimi edhe 2-3 futbollistë tjerë, të cilët kanë pasur shqetësime për të mirë sot ato, nuk shfaqen probleme. Ne ju dham mundësinë gjithë futbollistëve me qëllim që mos rrezikonim dëmtimet dhe unë besoj që do të besojmë shumë. TNS-ja është ekip i cili vitin e kaluar ka qenë në grupe, por asgjë nuk është e pamundur. Unë besoj që me një paraqitje të mençur, me një lojë kolektive dhe normalisht duke pasur me vete edhe fati sportiv, edhe dinakrinë sportive, besoj që mund të dalim me rezultat pozitiv nga ndeshja e parë.